Nishu të nishu tjetër që ti ka një paradajs. Nuk ishte larme, Jo, po ta. Edhe? 30 minuta rrugë për të shkuar. 4 orë e gjys nightmare që shkon dhe varka me kokë sipër. Ta pan. Bëdu! Me kokë sipër, bëdu! Edhe fletëm atë natë aty. Kemi fletë 3 veta me një krevat. I tham, na çon ai vend shoh në gjë të bukur, kalojmë ditën. Ai tha, është një ishull tjetër, tha një 30 minuta. Në Honduras rro ata. Larg. Ai tha 30 minuta larg. Po 30 minuta tham s'është asnjë gjë, po 30 minuta në Zgjani. Po rrugë e gjatë. Po 30 minuta thash si më shku prej këtu në punë. S'ka më gjë. Shkum ne, e kishim erën edhe valet i kishim në favor. 30 minuta si shta ai, në shkum atje, ma ishte atje i ishte me vogël, ai kristal, vetëm tullçe nga varka me vishte ambëllim. Edhe ne dalim si 3 profesora, morëm një kështu golf kart, vërdall, longëm drek, ta ai dha, në orën 4 masdita tha hajde një këtu se do të nisemi nga ky porti, do të nisemi këtu. Kjo për syt ballit ishte varg me një motor të lidh me letra, me kështu me 50 kubiksh. Okej, mirë. Okej. Edhe në 4 ne vim aty. Si shta ai. Kur tha ai dha, ai kishte ik, ai kapiteni të dyqani nuk e diu. Edhe unë isha ul në një nga këto që përdredhen kështu, homakat, që quhet ajo. Edhe po pritja unë aty gjithë qep. Po briste gë. No, po pritja që të vite e gjithë dhe kapiteni. Kur thot një aty diçon, ai ishte venali, ai fliste shumë mirë ndish. Ku do ikesh sot? Tashun do ikim rrotan. Sot dha? Po i thashun. S'ka mundësi ta tikni. Si s'ka mundësi tash? Janë dalgët 10 metra më thënë. Çfarë po duti? 10 meters. Çfarë thotim më thënë? Po leç duket tha, nuk kalohet deti sot thot. Por e jenë terziti thashun, mund filloi. Da. Kur vjen dhe heli me gjithë profesorin me këtë macho. Vjen dhe heli me gjithë atë profesorin tjetër. I thashun një gjë, ky fashist këtu i thashun thotë që s'kalohet deti sot janë dalgët ço. Kto s'ka probleme, di ky kapiteni jon. Vjen kapiteni thash një gjë, kështu than këto. Ai i tha e vërteta është që është të kesu shumë koha. Por ne do ta kalojmë tha. Po mirë thashun, unë nisëm 4 këtu, qa ore jemi atje? 9 darkës taj, qa më? Thashun 30 minuta, qa më? Jo dhe, ndalë të ndaj, nuk i do të me shpecifë. Por e thashun, atje në orën 5 i këtë djeli. Këshu është atje, po? Keni parju? Ose në orën... Në Arupa për shumë që... Këshu ishte? Po mbarove? Po që në orën 5 një njëzit? Nismi në këta. Unë isha i vetmi që kisha marrë pasaportën edhe lekët. Këto vetëm rroba banje. Se ne do vishim mas dita, kupton? Ti më shpjellun me qeska e me litar ato, se të mikë në pasaportë, jem vetë ti. Edhe, fillojmë ne, sa kalojmë ato 5 minutat e para, okej. Ku të fut në atje, filloj, ik me kokë, si për kokë. Mistra, fillojnë dalgët e mdhaja, okej? Unë i thash këtyre, ore, ju s'jeni në Terezi. 4 ore gjys, fluturojmë në navak shua, jenë mes tërësirës, ju nuk jeni normal, më rëdhë, po nuk është që ishte në i motoskafi matë, po hajte de, kjo ishte vargër, kjo mund të kthej në shdo sekundër. Edhe aji na pane që ne po flisnim në Shqip, e tha qune tha, vendoseni tani tha që do boni, se po hynave i qik ma thellë, tha, unë nuk thejem do të moda, se janë dalgët shumë të mdhaja. Me rryma. Okej, edhe, atere, me Aurelin, me burin tim edhe me Erionin. Me burin e me Erionin, po. Ta i bëjnë aventurat. Edhe thot Aureli tha, okej tha, tim tha mu, qa mendoj? Te këgesi thashun qa mendoj, do të themi mrape thash, atë të mendoj, zë që kim shumë. I tha Erionit, po ti tha qa mendoj, dhe tha tikim. Po tikim e ishte s'kishtë as fëmija, as tus, as shpis. Tikim tha s'ka për ne kishim 5 sop. Ka që një shmreja se të them një 4, 5 sop. Okej? 5 sop. Edhe më tha mu tha, i thash në Relit, okej, ti e ke ndori, thash e suar e gatë, se po të thote po Relin e të këshim ikë. Po të thosht a i po në të këshim ikë. Okej? Kur tha Reli, tha, a suar e gatë, si ta një ma me, varka ishte këshu. Unë isha më fund, kapiteni këtu mrapa, nuk e ti se kush ishte këtu, a i shoku ati se kishte sjell 2 veta i me veta. Dhe Relit e një këshu, në tip dërrase në mes, por Reli ishte këshu anësh, edhe mbajnë dërras,
Se nuk rrihet do të lishëm. Po do mbahesh. Nuk rrihet do të lihet, do të mbahesh. I fluturove po them. I sforcuar. Reli dha, prit shovi çikun tha çaboj se barka ishte me majk sipër. Ti nuk shifshe çaboja nej. Unë e shifsha, por Reli ishte kështu. Ky tha prit ta shoh çabohet. Ku të ngret një Reli kështu kur doti që vjen dallga më e madhe. Dhe desh na ktheu I swear to God mbrapsha. Ne ikëm komplet. Ne kështu ujti atje Reli tha këto mrapa nuk ikim kështu. Nuk ikim kështu. U kthy mrapa. Kaluam gjithna me si gjetëm një dhomë, na va një dhomë me një krevat. Fletëm të tre. Lam rrobat e banjës se nga kripa në të nahatë të trupi me peshqira me fjalë duke lecur çka. Okej, tha u kthym, parkum atje, unë zemra, mu pa mikte, u thash, po s'kishte burr nënet kaloja, sidomos mes natës. Unë jam Ishte shumë e frikshëm. Unë jam American citizen, më vjen helikopteri më marri tha. Kur tha ai tha do nismi nesër, tha në orën 4 mjesit takomi këtu. Qa ore me i thashu? 4 mjesit. Po i thashu, ne jemi refugjate. Ne nuk po ikim policisht, ne s'po mqifemi. Jeni interesit. Ase erdhi propisht. Ne të veni. Okej? Dhe që na kishin marru ato ilaçet e detit, se Dramomin. Po do zuri dëri? Po zuri dedi u vdiu sa miri gjallë. Me ato ishte si roller coaster për 4 orë gjysmë u vdisja rrugës. Na kishin mbaruar se i morëm atë natë që u kthye. Edhe i tham një aty ore na duhet një farmaci. Shkoni te shtëpia tha, si Shqipëria çatë. I ram derës 9 darkës doli një plagë, tha na e dram një, na e dha ajo. Gruaja i dham ja $5, dëgjon? 4 mjesit ne të veni. Si duket sot i thashun atit, e si natës në syt si lugac kishin fjet gjithë natën nga Afrika, a kupton ti? Ju ishin më klodër ose sa s'plodër? Ne ishim të vdekur, më po të them fare, ishim të vdekur fare. Edhe tha ai tha është njësoj, tha muhabeti, tha rruga është njësoj, çfarë thua i thash, si është njësoj, po do ikim, tha don't worry, tha i kapiteni, ne do ikim, tha. Ne s'kemi në Afrikë. Po do ikim se niseshit për te në Amerikë nesër, me do humbisin aeroplane pastaj. Ne humbisnim avionin, në hotelin, në gjitha. Se ishte ditë e fundit. E ti hyp neve në orën 4. Ai tha veshni ato xhaketat e shpëtimit. Unë fillova që në ato moment të me thëmë me noja kalamajt. Ika, nuk arje e gjallë. Se diskutot. Kalum ato 5 minuta e parë, fillu ndalë. Hyp si për me kokë, po dalë të vinin. Unë po të them unbelievable. Vinin dalgët nga e majta, nga e djatën dhe nga përpara. Pas e qenë Shqipërit? Hey, unë i ullë këtu. Makinat Shqipërit që të futën para mbrapa. I swear to God, unë i ullu këtu. Një orë nuk shifshim ma se vëndin që lanë. Po të pak të në shifshim na i dritë, thamë, po na kapi Reli, unë u dhe me notë. Arri, po qa u dhe shte me notë. Me notë. Tu të me rryma, po të vati i kam për letë. Po qa fletë, po s'kishte shpëtim. Kapës e mbish peshkaqenit. Çon të peshkaqeni. Atje me fjalë, mas një ore gjys, komplet shpresat i umba, ishte e re, filloj shiu, ne si thashun ç'ne why u çat Ne njërës familjar, s'duam ne këtu, ja. Unë i thash Reli, ti po bëja mabet, thash, por e s'duam ne këtu, a jenë të rezimër, ti ke dyqan, kam punë, kemi familje, ç'ne ne këtu, ne s'dalim do tani, ç'ne ne këtu. Ai filloi me fjalë thoshte, unë se di për ty, po unë ja kam lënë nelës gjitha me shkrime, me firma, me gjitha. Nuk po talë, për kokë fëmijëve, nuk po talë. Për zokë fëmijëve, nuk po talë. Po më, disa të trëmbus. Kam po në merelë të jetës, më thonë që. Unë po të them, ne po bënim këto muhabete. Okej, këto muhabete. Ai pak në tregon ta mo. Ajo janë momente ato që ti ke jetuar Kur i Relit, unë s'kam lënë gjë me shkrimit tash. Po çat ka gryet të ti marrim, si kush ti marri. Jo ai ligjet në Atlanta kështu, po se pantalonë. Ai më shtrit akoma shumë frikën. Çes fundit do ta arangjoj. Pikat marr. Jo, kemi këtu, un kam mishkur. Ne që thu ti, masi s'kishte shpresë fare me fjalë, mu tani më duket si ëndër. Kur na dolën ja 50 delfina. Ku të them, mos them 100, po them 50. Po ku të them sa s'na preknin me dorë. Para mrapa majtas djathtas, ato udhu ec me ne. Gjoja më e bukur mu duk si kur pa shpresë. Unë thash, i thash unë, aty si të fillum ne të qeshni, me të flasim, se ne u bukosëm fare. Ne rinim si tamam si refugjat. Po, thash unë ku është u, i thash unë e janë e vëgne. Ato mas 5 minuta shu shdukën. Ec. Ju kanë parë që keni qenë në rregull dhe kanë të dy situatë. Ato e kam pas situatën, kalojmë ja 3 orë neve, kur do ti ajo që Reli tha,
Që në fillim, po ju prish motori këti tha ne në udhiem, sa ai një motor kishte, s'kishte më. Se këto zakonisht kanë 2 motor, ai kishte 1. Doti që i fiket motori ati, edhe për 60 sekonda, mos të 1 minutë e gjysmë, ne shkonim rrukullisje me na çonte në havase, ai me motor. Kur vinte dalga, ai jepte marsh, jepte fuqi, ai manovronte, ai ishte unbelievable ai kapiteni. S'kan pat. Maestro, aty ne na çonin dalgët spin 60 sekonda, ai ndes, nuk ndizte motorin. Po çfarë patë, pse u fik motor? Ju fikë ku ti qom si ju fikë, I don't know. Na ujim, Mos ta reli tha, këtu e hongër ne tha. Neve këtu e hongër. Ai bota ndezi atë nuk I ndeze motori. A edhe një motor kishte. Jo I kanë delfinat. Qa delfinat kishin një orë. Ne na shkonte varka kështu rreth I qark me dallgë me ashtu. 3 herë desh na iku u kthyem, mu 2 herë mu ka fut krau deri këtu mrena në oqean. Se u kthy varka deri në një farfe që unë shkofa kështu nuk e disha si të mbajsha. Ishte unbelievable. To make the story short, ju nez motori ati, erdhi ai 4 orë e gjys. Nga sforcimet e nga ftotja ku di gjë unë isha mpir. Unë kur ngrita unë si Kazimondo, kështu, ecja si robot, nuk me ecin këmbë. I dham leket ati, u futëm dhomë, kam bot dush që janë 30 minuta, edhe I gjusha vetes time kështu, s'ka mundësi t'jem, jo po s'ka mundësi t'jem këtu unë. Po kur dolet ati që dolet në port ati, qa thoshin ata? Merdi një grumë. Ajo unë ngrit, ajo më pa duke si robot. Më mori një peshqirë, unë po dridhesha kështu që ajo tha, what's going on? Everything is okay. Po s'jeni në rrezik, tha ajo, e kështu ishte amerikane. Po I thash unë, okay, unë s'flisja do. Kemi dalë, mas I bëm dush, dolëm, u takum atje, hongëm një breakfast, na besoti që ishme. Po këndon ai tha. Kapiteni, Kapiteni. Ariano, ai mas një orë gjys, ai filloi të këndonte. Unë e di shumë mirë që njeriu këndon nga frika në moment të tilla. Është e vërtetë apo jo? E ka dasur. Po no. Kur ke frikë, mes pyllit, mes natës, ke frikë, do fillosh këndosh. You know what I mean? E para, e dyta, ai e kishte lidh Radio Marsin edhe Chelsea-n e motorit, ai e kishte lidhur me zinxhir në dorë. Ai e dinte që ne mund të rrugupitshim, okay, nga ana tjetër, po të paktën ta kem radhë me. Kishte lidhur me zinxhir. Nuk e kishte ai kur erdhëm ne nga ana tjetër. Po ai ishte talent. I paske parë gjitha detajet. Po edhe ku po anin breakfast, tha Reli një gjotha. Kur të themi tha historinë do ta tregoj unë tha se ty s'të beson njëri. Kjo është e vërtet tha komplet. I thon shumë të tregoj ti dash ta tregoj unë tha Xhuna, po se mos besonin gjasme, se unë do ta eksageroja. Ja, ky me një optimizëm, e bënte kota, nuk e di. Ky s'do lindë njëri, as diskutohet. Ai shumë ta Rozari të gjendë tjetër. Jo, e vërtet nga ne të tre.